pronari i shtëpisë ka qenë të lexoj Kur'an. Edhe ka lexuar një ajet, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk është koha që zamrat e besimtarve të zbutën me këshillat e Allahut? Ai kthen tap murin, thot ka dal. Thot nduket ka ardhur vakti. Çe ma ton dil. Fudejli ibn Iyadin a dini? O ka njëri prej ulemave për ibadetxhive të mëllaj. A dini çfarë zanati ka pas? Kush e di? Ha? Para se të botit të votë shumë. Kush e di? Fudejli ibn Iyadi ka pas një zanat. A kupton? Ju kam shue në rrugë. Ka i ka gjetë. Dhe një natë prej natëve duke këcime një shpit hije, bazdarke në mur natën, në shpinë e dikujt hije. Dhe ai personi, pronari i shtëpisë, ka qenë të lexoj Kur'an. Edhe ka lexuar një ajet, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk është koha që zamrat e besimtarve të zbutën me këshillat e Allahut? Ai kthen tap murin, thot ka dal. Thot nduket ka ardhur vakti. Çe ma ton dil. Kthen edhe i ka pas zanat tjetër. E shtash kthehet prapë taj karavani që janë kon njerëzit. Ato thot apo nisna neje, e di natën, udhimin. Do thon vallahi jo, do thon po, ka thon pse? Ka thon vallahi jadi del në rrugë na pret na i vjet na i merr kit parët. Ma mirë dole sabahi. A jet brenda ative është. Thot e di kushtu të pret ditën. Pi jadit i jadi këtë natën. A këton t'i vedhe njerëzit i në shpia tuja. A këton thot këto shok, këto njerëzit thot mi pacu Allahu në drejtona. Dhe pendohet të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe shkon Mekke dhe Medine. Tër jetën dy haramet e ka quhe. Adhurim Allahu subhanahu wa ta'ala. Mekken Medine, Mekken Medine, Mekken Medine, kështu. Derisa thot Khalifja Harun Rashidi thot nuk kam pa në mesin e ulemave më i mrekullueshëm se Maliki dhe më i devotshëm se Fudejli. Para mendo, Abdullah ibn Mubareki thot nuk kam bet në sipërfaqen e tokës afdal min Fudejl, më i mirë se Fudejli ibn Iyadi. Do të tëri sa kur ka dalën në për gjenaze, ka shkue, ka qajte, tëri se u ka dhënë mësim këtë gjematit. Fudejli ibn Iyadi.